Epizodi i 15 i sezonit 6 të podcastit Flasim dhe si çdo të diel fillojmë me shënimet e javës. Këtë javë pata një udhtim me 2 ndalesa, në Rom dhe në Barcelonë. Në Rom, ku u takova me kryeministin e Italisë, Giorgia Meloni, ishte një moment për të bërë një bilanc të ecurisë së projekteve të përbashkëta dhe nga ana tjetër për të konfirmuar përmes kësaj ecurie fazën e re të marrëdhënieve mes dy vendeve tona, sepse Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë, të gjitha qeveritë italiane pa dallim kanë qenë të gatshme dhe gjithmonë të vëmendshme për ta mbështetur Shqipërinë dhe për ta ndihmuar Shqipërinë. Por me qeverinë aktuale të Republikës Italisë, gjërat kanë shkuar në një nivel tjetër. Bashkëpunimi nuk është thjesht një bashkëpunim i cili bazohet tek angazhimi reciprok, në këtë rast sigurisht pjesa më e rëndësishme është ajo e qeverisë italiane për të punuar së bashku, për të qenë vazhdimisht në një rrugë të përbashkët, por mbështetet edhe në një sër projektesh konkrete. Pra, edhe firmosja e marrëveshjes strategjike mes dy qeverive në takimin e mëparshëm të Romës është në të vërtet pasqyra më kuptimplot e faktit se marrëdhënia e cila gjithmonë ka qenë e karakterizuar si strategjike ka marrë një ngjyrë të re përmes projekteve të bashkëpunimit strategjik. Një bashkëpunim i strukturuar, një bashkëpunim i cili lidhet qoftë me zhvillimin, qoftë me sigurinë. Pas Romës pata një vizitë në Barcelonë ku me ftesë të kryeministrit Pedro Sanchez mora pjesë në tryezën e përbashkët të samitit të quajtur në mbrojtje të demokracisë. Dhe përpara këtij samiti, së bashku me delegacionin, u pritëm me nderim të veçantë nga dhoma e tregtisë Katalonjës, ku pa qartë një nivel krejt i ri i respektit dhe interesimit për Shqipërinë edhe nga biznesi i atij vendi. Një vend emri i cilit jo shumë vite më parë në Spanjë si Shqipëria lidhej me paragjykime, sot është kthyer në një nga destinacionet e preferuara të qytetarëve spanjoll, posaçërisht të rinisë spanjolle si destinacion turistik, ndërkohë që marrëdhëniet shtetërore nuk kanë qenë asnjëherë më mirë se sa sot. Pjesëmarrja në samitin në mbrojtje të demokracisë dhe pritja nga kryeministri Pedro Sanchez ishin edhe ato pjesë e, sa thash, deri pak më lartë, në aspektin që Shqipëria nuk është më thjesht e pranishme, por është e besuar, është e respektuar dhe është e vlerësuar si një nga aktorët në tryezë. Dhe për ta mbyllur me këtë shënim, këto ndalesa nxjerrin në pa qartë edhe njëherë se si partner serioz dhe tani më të konfirmuar ndërkombëtarisht për angazhimet tona, për vullnetin ton, e mbi të gjitha fal ecurisë dhe transformimit ton për të cilin flasin të gjithë, ne gjendemi në një pikë ku kemi vetëm një dhe vetëm një të vetme rrugë të ecim me shpejtësi vetëm përpara.
Samiti i kadrit diasporës konfirmoi një ndryshim të qartë në raportin e Shqipërisë edhe me diasporën dhe vetë pozicionin e Shqipërisë në syt e diasporës. Them konfirmoi sepse kjo ishte diçka që ne e pam dhe e prekëm konkretisht edhe në zgjedhjet e shkuara ku diaspora mori pjesë në një numër jo të vogël krahasimisht me pritshmëritë, sepse ishte hera e parë që merrte pjesë në zgjedhje dhe ku sipas këndvështrimit tim konfirmoi një mbështetje masive për shkak të ndryshimeve dhe transformimit madh që Shqipëria ka marrë në këto vitet e fundit. Por ajo që është më e rëndësishme është që tani më diaspora shqiptare nuk është thjesht një histori largimi, por është një forcë e shtuar e zhvillimit të vendit që shfaqet jo thjesht dhe vetëm përmes asaj që diaspora ka bërë gjithmonë, që ka qenë mbështetja monetare e familjeve këtu në Shqipëri, por edhe përmes elementësh realisht të admirueshëm të botës së saj të re, qoftë atyre që kanë spikatur në fushat profesionale, qoftë atyre që kanë spikatur në fushën e sipërmarrjes. Dhe çka ishte deri dje një hendek apo një distancë, sot është kthyer në një urë lidhjesh shumë konkrete në ekonomi, në dije dhe përgjithsisht në rritjen e ndikimit të Shqipërisë përmes shqiptarëve të saj kudo ku ata ndodhen. Është një realitet që lidhet drejt për drejt, siç thash, me transformimin e vetë Shqipërisë, nga një ekonomi me më pak se 10 miliard euro prodhim të brendshëm, siç ishte ekonomia që ne morëm kur nisëm këtë rrugtim qeverisës, në një ekonomi me rreth 27 miliard euro prodhim të brendshëm, me objektivin për të arritur në 35 miliard euro deri në fund kësaj dekade. Nga një vend me më pak se 3.000 euro të ardhura për frym në një vend me mbi 11.000 euro të ardhura për frym, me synimin për të kapërcyer 15.000 eurot në fund të kësaj dekade. Nga 2 milion turist dikur, ku për turist numëroheshin edhe ata që shkonin jashtë dhe kur ktheheshin futeshin në listën e këtyre 2 milione disave, në një Shqipëri që pret 12 milion vizitorë në vit, siç ndodhi jo më larg se sa disa muaj më parë kur u mbyll viti 2025. Nga disa 300-400 milion euro investimet huaja në vit, në mbi 1.6 miliard euro në vit. Këto nuk janë thjesht shifra, po janë vetëm shumë pak tregues të një Shqipërie që është rritur, të një Shqipërie që është forcuar, të një Shqipërie që mbi të gjitha ka ndryshuar mënyrën si funksionon dhe për këtë arsye ka ndryshuar edhe mënyra si ajo perceptohet. Dhe mbi të gjitha këtë ndryshim reflektohet në raportin mes Shqipërisë dhe diasporës dhe diasporës me Shqipërinë. Gjatë kësaj jave pati një moment që për hir të vërtetës fillimisht ishte rrënqethës për shkak se flakët që përfshin një pallat në Tiranë u duk se mund të kërcënonin seriozisht jetët e banorëve. Por për fat mirë dhe fal përpjekjes dhe punës realisht profesionale, por me gjitha heroike të forcave të zjarfikësve, gjithçka kaloi pa asnjë jetë të humbur dhe pa plagë të rënda. Në ndërkohë që çka mbeti pas asaj zjarri ishte shkrumbimi i asaj godine, për të cilën u vum menjëherë në lëvizje, dhe gjëja e parë dhe më e rëndësishmja sipas meje është që
Godina do të rindërtohet tërësisht nga e para 100% nga vetë ndërtuesi i saj. Dhe nga ana tjetër, angazhimi për të ndihmuar banorët që deri në momentin, dhe besoj që nuk do të marrë shumë kohë, sepse Karabinaja është aty, por deri në momentin kur ata banorë do të kthehen në shtëpi, të mund të kenë një bonus qeraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar barën e krijuar nga dëmet e pariparueshme që kanë ndodhur në banesat e tyre. Tani, gjithmonë në këto raste shfaqen menjëherë si këpurat pas shiut, lloj gjithollogësh edhe lloj ekspertësh publik, por pa licencat dhe pa njohuritë e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Po gjithsesi, edhe për shkak të emocioneve, edhe për shkak të nevojës për të marrë protagonizëm, kush nuk del e çfarë nuk thot. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndi, nga një nisje zjarri, po doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin. Por nga ana tjetër, kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë edhe me materialet e ndërtimit, edhe pse nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara dhe vinin nga importi, kështu që nuk dua të zgjatem më shumë në këtë pikë. Më e rëndësishmja është që askush prej atyre banorëve që patën atë moment dramatik, që fatmirësisht dhe përsëris fal në radhë parë forcave zjarfikse, po dhe forcave të rendit aty të pranishme, nuk u kthye në një moment tragjik, nuk do të lihet vetëm dhe nuk do të lihet në fatin e vet përballë nevojës për të rikthyer dhe për të jetuar normalisht në një banesë të vetën, siç i takon tërësisht të rindërtuar. Një shënim i cili besoj ja vlen, sepse në këto javë, në këta muaj, po flitet për paketën e maleve. Natyrisht, kur them po flitet, kam parasysh vetëm çka themi ne për të informuar publikun dhe mbi gjitha për të informuar ata të cilët shikojnë nga Shqipëria dhe dëshirojnë që të investojnë kursimet e tyre në tokën e të parëve apo në rindërtimin e një shtëpie të vjetër të gjyshërve mes maleve, por edhe flitet nga shumë kush që si gjithmonë dhe për gjithçka deformon, devijon e kështu me radhë. Por nuk është kjo përmbajtja e këtij shënimi, por është ajo çka i shtohet paketës maleve, si një projekt i quajtur Porta e Alpeve, që përbën një ndërhyrje të drejt për drejt me një investim masiv prej 100 milion eurosh i bashkëfinancuar me Bankën Evropiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor. Është një projekt për cilin kemi punuar për një kohë gjatë, që synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe me pjesën tjetër të vendit pa dyshim, duke krijuar akseset të lehta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Përfshihet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit, përfshihen investime në ujësjellës dhe menaxhim të ujëve të zeza,
si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin asaj trashëgimie të vyrë historike që ka edhe në zonën e veriut, në ndërkohë që patjetër nuk mund të ishte jashtë projektit edhe kujdesi për të siguruar, për të garantuar gjithë ato pjesë të mrekullueshme natyrës që duhet mbeten të paprekshme. Kjo është qasja integruar e një projekti që nuk trajton vetëm një segment, një aspekt, por ka një shtrirje gjithë territoriale dhe synon, e besoj, ka të gjithë potencialin për t'i dhënë një nxitje ekstra zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë në veriun e vendit. Besoj që me këtë shënim mund t'i bëj dhe një përshëndetje të posaçme të gjithë atyre që sa herë flitet për veriun me njëherë fillojnë flasin për qartë për qeverinë që nuk ka bërë mjaftueshëm për veriun dhe një përshëndetje shumë miqësore duke u thënë që sa ka bërë dhe sa do të bëjë kjo qeveri për veriun e vendit nuk kanë bërë të gjitha qeveritë e marrë së bashku, se për ato që vijnë pas nuk dua të flas, po të gjitha qeveritë e marrë së bashku qysh se Shqipëria ka hyrë në rrugën e liri demokracisë që e dim të gjithë se si filloi, si vazhdoi dhe të gjithë e shohin se si po transformohet në funksion të gjithë shqiptarëve dhe në funksion të gjithë Shqipërisë.